Pse burrat malësore mbanin natën cigare ndezur. Në shoqërinë shqiptare të së kaluarës dhe të ditëve tona, drita e cigares së ndezur ka rrezatuar simbolikisht mesazhe të shumëllojshme. Kur burrat rrugtonin natën, mbanin ndezur duhanin dhe kjo tregonte se nuk ishin të përfshirë në veprimtari kriminale ose siç thuhej, nuk i binin askujt në qafë, nuk shkonin në shtigje të liga. Madje në mendsinë e shqiptarëve, shkalla e fortësisë së duanit shprehte shkallën e burrërisë së burrave. Ata që pinin duan të fortë konsideroheshin më të qëndrueshëm në mbajtjen e fjalës, si dhe burra më për të qenë, në krahasim me ata që pinin duan më të butë. Por sipas mendësive mbi sunduese në shoqërinë tradicionale shqiptare, ndezja e duanit në rrethana të caktuara mund edhe ta ekspozonte burrin përballë keqbërësve, të cilët mund ta sulmonin për ta grabitur ose për ta vrarë, të nxitur nga motive të dobta. Për të ilustruar këtë ide, mjafton t'i referohemi një këngë popullore, e cila me pak vargje i uzonte me zgjuarsi burrat, sidomos djemtë e rinj, të bënin kujdes me ndezjen e duanit, sepse drita e tij mund t'i viktimizonte. Mos ban dritë djalë me cigare, kam babe me t'ba batare. Mos kërko djalë në përban, kan babe e dun me të nxan. Në shoqërinë tradicionale shqiptare, gjendja emocionale shprehej edhe në mënyrat e komunikimit me cigaren. Cigare krijonte korrelacione të caktuara me modele sjelljesh, me gjeste dhe sidomos me ndryshime të mimikës së fytyrës. Një cigare e fikur në buzët e një fytyre të ngrysur shprehte një gjendje hidhërimi të skajshëm. Për njerëz të tillë, thuaj se duan të kalojnë helmimin e hidhërimit me helmimin e duanit, por nuk munden. Gjithashtu cigareja në buzë shprehte simbolikisht shuarjen e shpresave për realizimin e një qëllimi të rëndësishëm. Në shoqërinë tradicionale shqiptare, kur martohej një vajzë, përgjithsisht të afërmit e saj, veçanërisht vëllai, paraqiteshin të brengosur në mjedise publike, ndërkohë të afërmit e dhëndrit, veçanërisht vëllai, e shprenin hapur gëzimin në mjedise publike të gjëra. Ndërkohë drita e cigares bashkë me dritën e buzëqeshjes, me dritën e një fytyre të çelur, shprehte gëzim dhe lumturi. Mesazhe të tilla simbolike përcillen qartë edhe në vargjet e kësaj këngë popullore përmetare. U nis që e vajta për ujë, gjeç të vllajën e nusës me cigare të shuar, me buzë lëshuar, rinte zemëruar. U nis e vajta për ujë, gjeta të vllajën e dhëndrit, me cigare të ndezur, me buzë të qeshur. Transmeton Konica.